Qytetarët e Gustivarit, të cilët dëshirojnë të ndihmojnë vëllezërit e tyre në nevojë nga Tetova, një gjë të tillë mund ta bëjnë nga dita e sotme duke dërguar ndihma në organizatën komunale të Kryqit të Kuq në Gustivar. Aktualisht është shfaqur nevoja për produkte ushqimore, higjienike, ujë të ambalazhuar, batanie, dyshek si dhe medikamente. Qytetarët mund të donojnë edhe mjete financiare, qoftë nëpërmjet llogarive të Fondit të Solidaritetit, qoftë duke donuar 100 denar me një paraqitje telefonike. Shirat e rëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të vendbanimeve dhe infrastrukturës në rajonin e Tetovës dhe Mëqer. Vërshimet për fat të keq shkaktuan edhe viktima në njerëz si dhe dëme të mëdha materiale, të cilat drejt për së drejti e goditën popullatën, për çka menjëherë institucionet relevante ndërmorën masa konkrete për zbutjen e pasojave të shkaktuara nga përmbytjet. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë në përputhje me kapacitetet e veta menjëherë u kyç në sanimin e pasojave nga përmbytjet, ku për familjet më të rrezikuara shpërndau ndihmë në ushqim 100 pako, mjete higjienike 200 pako, 150 komplete për dezinfektim, 400 batanie, 300 dyshek, 10 thas për fjetje dhe 1260 litra ujë të ambalazhuar për pije. Gjatë ditës në vijim, në mënyrë plotësuese do të shpërndahet 15 ton ujë për pije. Në bazë të vlerësimit paraprak, momentalisht ka nevojë për ujë për pije, mjete higjienike, mjete për dezinfektim, ushqim të konservuar e tjerë. Qytetarët e Gostivarit ndihmat mund t'i dorëzojnë në hapësirat e organizatës komunale të Kryqit të Kuq në Gostivar në periudhë nga ora 8 deri në orën 16, po ashtu do të ketë edhe pikë grumbullimi në qendër të qytetit. Aksioni në fjalë do të vazhdojë deri më 15 gusht të vitit 2015. Subjektet e interesuara juridike dhe qytetarët mund të kyçen edhe me sigurimin e mjeteve financiare, duke shfrytzuar llogaritë e Fondit të Solidaritetit, të cilat mund t'i marrin tek Kryqi i Kuq në Gostivar, ose mund të bëjnë donacion prej 100 denar me thirrje telefonike në numrat 075 070 077 143400. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, duke ndjekur situatën në terren, mjetet e donuara financiare do t'i drejtojë për ndihmë popullatës së rrezikuar nga përmbytjet.